Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam një vajzë 30 vjeçe dhe jetoj në Lezhë. Jetesa ime me partnerin ka qenë gjithmonë një kombinim mes qetësisë dhe tensionit të ëmbël, të ndjenjave që të mbushin shpirtin. Nuk është madhësia apo pamja fizike e tij ajo që më tërheq, por siguria që ndjej kur jam pranë tij, mënyra si ai më sheh dhe si kupton emocione që unë vetë nuk i shpreh dot. Një pasdite të ftohtë vendosëm të shkonim për një kafe në një lokal të vogël në qendër të qytetit. Dritat e buta, muzika që luante në sfond dhe aroma e kafes krijonin atmosferë intime, por jo në mënyrë erotike. Ishte një qetësi që të bënte të ndiheshe e lirë për të folur dhe për të ndjerë. Ndërsa flisnim, unë ndjeva si çdo lëvizje e tij, çdo buzëqeshje dhe çdo shikim më mbushte me një emocion të fortë që nuk mund ta përshkruaja lehtë. Ai e kuptoi që unë po ndjehesha e lirë dhe jo e detyruar për të shprehur ndonjë gjë. Më pëlqen që mund të flasim hapur, më tha ai. Nuk ndodh shpesh që ndihesh kaq rahat dhe nuk ka nevojë për lojra apo frikë. Buzëqesha sepse ndjeva që po më kuptonte pa nevojën për fjalë. Ishte pikërisht ajo lidhja e heshtur që ndodh vetëm mes njerëzve që kuptohen me shpirt dhe jo me veprime. Kur u kthyem në apartament, vazhduam të qëndronim afër duke folur për punën, për shokët dhe kujtime nga fëmijëria. Çdo gjest i tij i vogël, një prekje e dorës mbi krahun tim, një shikim i gjatë, krijonte një ndjesi të fortë afeksioni. Fillova të ndjej një lloj tërheqje të brendshme, jo thjesht fizike, por emocionale. Ndjeva dëshirën për të qenë pranë tij dhe për të ndjerë mbështetjen dhe sigurinë që më jepte. Ditët e mëpasshme u shndërruan në një seri momentesh të vogla, por të fuqishme. Një shëtitje në bregun e lumit ku mund të flisnim pa u shqetësuar. Mund të shikonim qiellin dhe të ndjenim ajrin e freskët. Ishte një nga ato momente. Ai nuk e di gjithmonë se sa shumë më bën të ndihem e lidhur dhe e vlerësuar, por çdo gjest i tij më kujton se afeksioni dhe respekti janë më të rëndësishme se çdo gjë fizike. Pavarësisht që duhet përmendur fakti se një ndër gjërat më të rëndësishme dhe më të forta që ai ka është pikërisht madhësia dhe jo gjatësia. Një tjetër mbrëmje ulëm në divan për të parë një film. Unë ndjeva që zemra më rrihte më shpejt kur ai më shikonte. Buzëqeshja e tij e lehtë më bëri të ndjehesha e qetë dhe e sigurt. Një moment i heshtur ku ne vetëm shikonim njëri tjetrin, pa fjalë, por kuptoheshim. Ishte më shumë se sa çdo gjë që mund të shprehej me veprime. Ishte pikërisht intimiteti emocional. Në mëngjeset që pasuan, kur vazhdonim dhe pinim kafen së bashku, flisnim për ëndrat tona, për planet e ardhshme, për gjërat që na bëjnë të ndjehemi të lumtur. Ai më dëgjonte me vëmendje dhe unë ndjeja se çdo fjalë dhe çdo shikim forconte lidhjen tonë emocionale. Nuk ishte nevojë për veprime të tjera për të ndjerë intimitet. Ishte një lidhje e vërtetë, e ngrohtë dhe e sigurt, që atëherë çdo ditë është një mundësi për të ndjerë këtë afeksion dhe për të ndërtuar një marrëdhënie që nuk mbështetet në pamjen fizike, por mbështetet në respekt, besim dhe praninë e ndërsjellë. Megjithëse duhet përmendur që përsëri madhësia ka më shumë rëndësi se sa gjatësia për mua, dhe të gjitha këto romanca sigurisht bazohen edhe tek pjesa fizike, sepse ne jemi vërtet ajo që ne ndjejmë. Ndjeva se po rritesha emocionalisht dhe po kuptoja më mirë veten dhe nevojat e mia, gjithashtu çfarë pëlqeja unë dhe çfarë jo. Nuk është madhësia apo pamja fizike e tij ajo që më tërheq, por siguria që ndjej kur jam pranë tij, mënyra si ai më sheh dhe si kupton emocione që unë vetë nuk i shpreh dot. Një pasdite të ftohtë vendosëm të shkonim për një kafe në një lokal të vogël në qendër të qytetit. Dritat e buta, muzika që luante në sfond dhe aroma e kafes krijonin atmosferë intime, por jo në mënyrë erotike. Ishte një qetësi që të bënte të ndiheshe e lirë për të folur dhe për të ndjerë. Ndërsa flisnim, unë ndjeva si çdo lëvizje e tij,
çdo buzëqeshje dhe çdo shikim më mbushte me një emocion të fortë që nuk mund ta përshkruaja lehtë. Ai e kuptoi që unë po ndihesha e lirë dhe jo e detyruar për të shprehur ndonjë gjë. Më pëlqen që mund të flasim hapur, më tha ai. Nuk ndodh shpesh që ndihesh kaq rahat dhe nuk ka nevojë për lojra apo frikë. Buzëqesha sepse ndjeva që po më kuptonte pa nevojën për fjalë. Ishte pikërisht ajo lidhja e heshtur që ndodh vetëm mes njerëzve që kuptohen me shpirt dhe jo me veprime. Kur u kthyem në apartament, vazhduam të qëndronim afër duke folur për punën, për shokët dhe kujtime nga fëmijëria. Çdo gjest i tij i vogël, një prekje e dorës mbi krahun tim, një shikim i gjatë, krijonte një ndjesi të fortë afeksioni. Fillova të ndjej një lloj tërheqje të brendshme, jo thjesht fizike, por emocionale. Ndjeva dëshirën për të qenë pranë tij dhe për të ndjerë mbështetjen dhe sigurinë që më jepte. Ditët e mëpasshme u shndërruan në një seri momentesh të vogla, por të fuqishme. Një shëtitje në bregun e lumit ku mund të flisnim pa u shqetësuar. Mund të shikonim qiellin dhe të ndjenim ajrin e freskët. Ishte një nga ato momente. Ai nuk e di gjithmonë se sa shumë më bën të ndihem e lidhur dhe e vlerësuar, por çdo gjest i tij më kujton se afeksioni dhe respekti janë më të rëndësishme se çdo gjë fizike. Pavarësisht që duhet përmendur fakti se një ndër gjërat më të rëndësishme dhe më të forta që ai ka është pikërisht madhësia dhe jo gjatësia. Një tjetër mbrëmje ulëm në divan për të parë një film. Unë ndjeva që zemra më rrihte më shpejt kur ai më shikonte. Buzëqeshja e tij e lehtë më bëri të ndihesha e qetë dhe e sigurt. Një moment i heshtur ku ne vetëm shikonim njëri tjetrin, pa fjalë, por kuptoheshim. Ishte më shumë se sa çdo gjë që mund të shprehej me veprime. Ishte pikërisht intimiteti emocional. Në mëngjeset që pasuan, kur vazhdonim dhe pinim kafen së bashku, flisnim për ëndrat tona, për planet e ardhshme, për gjërat që na bëjnë të ndjehemi të lumtur. Ai më dëgjonte me vëmendje dhe unë ndjeja se çdo fjalë dhe çdo shikim forconte lidhjen tonë emocionale. Nuk ishte nevojë për veprime të tjera për të ndjerë intimitet. Ishte një lidhje e vërtet, e ngrohtë dhe e sigurt, që atëherë çdo ditë është një mundësi për të ndjerë këtë afeksion dhe për të ndërtuar një marrëdhënie që nuk mbështetet në pamjen fizike, por mbështetet në respekt, besim dhe praninë e ndërsjellë. Megjithëse duhet përmendur që përsëri madhësia ka më shumë rëndësi se sa gjatësia për mua, dhe të gjitha këto romanca sigurisht bazohen edhe tek pjesa fizike, sepse ne jemi vërtet ajo që ne ndjejmë. Ndjeva se po rritesha emocionalisht dhe po kuptoja më mirë veten dhe nevojat e mia, gjithashtu çfarë pëlqeja unë dhe çfarë jo. Nuk është madhësia apo pamja fizike e tij ajo që më tërheq, por siguria që ndjej kur jam pranë tij, mënyra si ai më sheh dhe si kupton emocione që unë vetë nuk i shpreh dot. Një pasdite të ftohtë vendosëm të shkonim për një kafe në një lokal të vogël në qendër të qytetit. Dritat e buta, muzika që luante në sfond dhe aroma e kafes krijonin atmosferë